Teksa ju, kolegë deputet nga kjo sallë, recitoni e ricikloni parullat i një kohë të vjetër, sigur të heshnit e të mbanit vesh, do dëgjonit zërin e mira të rinjve të rejave që aty nga sheshi përballë kryeministrisë po brohorasin në kor, Rama në burg, Berisha në burg. Demokracia, politika sot, po ndodh në rrugë, jo në këtë sallë të mykur. Ju dëgjova të flisni për dhunën, ju dëgjova teksa e dënoni dhunën. Patjetër, sepse është e vështirë ta njorosh dhunën kur të përplasët në surrat, kur kapuçzinjt e paljestruar të herqin zvar banorin pa ndjenja, atëherë ju, zotrinj fisnik, indinjoheni për dhunën. Po me qënë se ju flisni për dhunën, a nuk është dhunë kur fshatarit i grabitet prona? A bën dallim nëse ja grabit oligarku vendas apo oligarku i huaj? A nuk është dhunë kur njerëzve u keni lënë në xhep një copë letër që edhe u anje pronën, edhe nuk u anje të drejtën për ta zhvilluar, edhe e kanë pronën, edhe nuk e kanë më, sapo mbin nga dheu investitorët serioze, strategjike, geostrategjik. A nuk është dhunë strukturore kjo? A nuk është dhunë që shqiptarët i keni lënë të enden përthuajse 40 vjetë, si Mojsiu në shkretir, nga një sallë dyqi në tjetrën, për atë të shkretën pronë, për atë pronë të cilën Edi Rama me një të rënd të lapsit e tjetërson, je jep ati investitorit serioz. A nuk është dhunë që 99% e medjave ka rënë një heshtje varri? Çfarë është kjo? Është kjo injorim, apo është dhunë sistemike, që sigurt mos ishte për ato filmimet e telefonave të banorëve në Zvërnec, nga kjo sallë sot do flitej për tjetër shka. A nuk është dhunë që ju, përfaqësuesit e popullit, u kujtuat vetëm sot të flisni për banorët e Zvërnecit? Ku ishit deri sot? Ku ishit një muaj më parë ju? Kjo dhuna që ndodhi në Zvërnec, pra, çfarë është? Mos është vallë një dhunë hynore? Mos e dha gjë Zoti që ai halabaku të grushtoj e të marrë zvar banorin? Apo është dhuna e kriminalit që i ka kratë e ngrota sepse mbrapa ti ka shtetin shqiptar dhe rreh këti doj qefi, rreh dhe policin po i dëshi qefi? A nuk ju vjen pra turp për përdhosjen që i keni bërë uniformës policisë të shtetit deri në këtë pikë? Djem të rinj të veshur me skafandra, të cilët nga turpi përballë banorëve i ulin sytë për tokë. Ndërkohë ju duhet ishin shefat e tyre, të cilat i detyrojnë, të cilat u thonë se detyra ndaj adheut është të mbrojnë interesin e trafikantit të drogës dhe të Edi Ramës përballë qytetarëve të cilëve u grabitet prona. A dini se çfarë i tha njëri prej atyre çunave me kapuç të zi, një banori në protest? I tha, jam këtu që të fitoj bukën time, i tha. Dhe banori i tha, edhe unë jam këtu që të marr pronën time. A ndjeni ju përgjegjësi për këtë dhunë që shqiptarin për shqiptarin e ka kthyer në një qen që do ta kafshoj për të fituar bukën? Ju që ushqeni prej 36 vjetësh mbi kurrizën e këtij populli. A dini se çfarë më thanë banorët e Rjollit? Ata banorët e Rjollit që edhe ata janë dhunuar, edhe ata janë përgjakur, por çuditërisht ju s'e keni parë. Nuk dëgjuat për ata. Më thanë, s'na ka ngelur verse me marë armën. A e dini çfarë më thanë pardje banorët e Zvërnecit? S'na ka ngelur gjë verse me marë armën. Po e çoni vendin në luftë civile. Dai sultani i Surrelit, ai që nuk denjon të shkel kurrë në këtë sallë, ai që kujton veten të paprekshëm, që kujton veten mbi të tjerët sikur jeton në Reaj, për atë kam një mesazh. Kam një mesazh dhe i them: ruaju nga urrejtja e popullit, se është urrejtja e popullit ajo e cila mund të shndrohet në dhunë hynore atëherë kur nuk ta pret mendja. Dhunën e policisë dhe për dhunën e këtij shteti ndaj protestuesve, po më bën shumë përshtypje që nuk i referoheni pak të gjitha rasteve. A nuk është kjo e njëjta policie e cila tek Unaza e Madhe ka bërë rreth 1300 arrestime dhe vetëm në një ditë ka çuar në spital 73 persona, 2 prej cilëve kanë mbetur për rreth 2 muaj në spital. Njëri për djegje masive në trup dhe tjetri për shkak të thyerjes së këmbëve nga shkopat e gomës.
A nuk është e vërtet që është kjo po e njëjta mazhorancë që në vitin 2022 në protestat e Klodian Rashës ka arrestuar dhe ka dhunuar 3 18 vjeçar, të cilët kanë ndenjur një javë në spital. A nuk është e vërtet që janë 35.000 flet arresti të kësaj qeverie, kur ka ardhur nga viti 2013 deri në vitin 2017, një pjesë e cilave kanë qenë arrestime të dhunshme të bëra publike. A nuk është kjo po e njëjta qeveri dhe polici e cila i vuri shkelmin në fytyrë aktivistëve që mbrojtën teatrin? A nuk është kjo po e njëjta polici dhe a nuk është kjo e njëjta qeveri e cila dhunoi barbarisht intelektualin, gazetarin e njohur Alfred Lela, pikërisht sepse po protestonte tek teatri. Dhe sot nga içi po na dilni dhe po habiteni sepse pas keni dhunuar ju i dhunoni ata prej 14 vitesh. Ka 14 vjet që çdo qytetar që proteston dhunohet. Dikush që nuk i ka parë mbase mund t'i bëj përshtypje ato akte që ndodhen para 2 ditësh. Dikujt nga ju mund t'i bëj përshtypje vetëm nëse ju keni mbyllur syt. E vërteta është që ju po talleni me dhunën që keni ushtruar atje. Sepse ajo është e përditshme në çdo protestë që është bërë kundër kësaj qeverie. Ajo është e përditshme në çdo protestë që është bërë edhe nga kjo opozitë, por edhe nga parti tjera, edhe nga shoqëria civile. Është po e njëjta qeveri kjo e cila ka marrë zvarr zonjën Juna në zonën e Unazës, që ishte 7 zanë dhe e ka mbajtur për rreth 11 orë në rajonin numër 6. Nuk mbaj mend t'jeni çuar keni thënë një fjalë. Arsyeja pse ju sot po flisni, e vërteta është sepse dikush me shumë zgjuarsi dhe bravo i qoftë ju anxorri videon përpara se ju të fshini krimin dhe u detyruat të ktheheni mbrapsht dhe të pezulloni atë të cilin nëse s'kishte dalë ajo video, ju do ta kishit dekoruar. Dhe e di pse them do ta kishit dekoruar. Sepse ato arrestime që un po flas, ato dhunë, qoftë tek teatri, qoftë tek Unaza, kush e bënte? Kush ishte shefi operacionalis që i bënte ato arrestime? Oltion Bistri. Dhe ju nuk e pezulluat Oltion Bistrin, po e morët dhe e dekoruat dhe e bët biznesmen dhe e bët milioner me 5 milion euro pasuri, polici më i pasur në rajon nga qeveria juaj sepse ka dhunuar qytetarët. Dhe kjo është vetëm për dhunën që ka shkaktuar kjo polici dhe vazhdon të shkaktoj dhe jam i bindur që do keni raste të tjera sepse ju pushtetin e merrni me dhunë dhe e mbani me dhunë. Dhe së fundmi do të them vetëm 2 fjalë, sepse së shpejti do të jemi te protesta për një akt kriminal, genocidi që po bëhet ndaj fëmijëve. Dhe sot që është 1 qershori, ju duhet kishit kërkuar ndjes për një vendim kriminal për hormonet që doni t'i injektoni fëmijëve. Po ju jap këtu vetëm 2 raste nga studimi që është bërë nga organizatat më serioze përfshi dhe Universitetin e Cambridge-it. I botuar tek England Journal of Medicine vuri në dukje ky raport, një studim me 315 të rinj që po merrnin hormone tranzicioni gjinor, 2 persona kryen vetvrasje gjatë kohës që po merrnin hormonet. 2 persona. Dhe nuk janë të vetmit. Nuk mundet injektohen 14 vjeçarët me hormone dhe nesër pastaj për shkak të depresionit që shkaktojnë të vrasin veten. Ka ndodhur në Amerikë, ka ndodhur në Itali, ka ndodhur në Gjermani.